Parkingjet të cilat qytetarët i shohin si hapësira të sigurta për të lënë veturat e tyre, po shndrohen gjithnjë e më shpesh në cak të vjedhjeve, duke krijuar pasiguri dhe shqetësim tek banorët. Një rast i tillë është shënuar në Fushë Kosovë dje pas mesnate, ku 8 vetura të parkuara janë thyer, e që nga to janë marrë gjësende personale dhe vegla pune. Pas hetimeve, policia e Kosovës ka arritur të identifikojë dhe të arrestojë të dyshuarin, Ersan Haliti rreth 21 vjeç, i cili ishte shpallur më herët në kërkim, ku gjatë kontrollit në vendbanimin e tij janë gjetur shumica e gjësendeve të vjedhura, si dhe disa sende që dyshohen se janë përdorur gjatë kryerjes së vjedhjeve. Gjësendet e konfiskuara u janë kthyer pronarëve të tyre, ndërsa rasti po trajtohet nga organet e drejtësisë. Ky rast rikthen në vëmendje nevojën për më shumë siguri në parkingje dhe kujdes të shtuar nga institucionet, pasi qytetarët presin që veturat e tyre të jenë të sigurta aty ku i parkojnë, e jo të bën objekt i vjedhjeve.